po shkëlqyer në formë revanshe, pra Putini mundohet ta rikthejë në nivelet e dikurshme Bashkimin Sovjetik apo të perandorisë cariste, me një ego që e ka shfaqur gjithmonë se ka dhe me një shtet jo demokratik, të cilin ai ka thënë që kur ka qenë kryeminist para se të emërojë president, pra që një shtet i madh nuk ka nevojë domosdoshmërisht për forma demokratike për të garantuar sigurinë dhe paqen, por mund të shtrohet përkohësisht edhe me forma totalitare, gjë që cilën i po vazhdon më shumë se përkohësisht, pra pafundësisht. E përmendë edhe fjalën diktat pak më herët dhe nga diktat baso mendoj diktatura, po dhe forma totalitare prej diktatorit të Putinit dhe duket pastaj po të mendojmë që dhe ky plan që është i artuar nga Donald Trump të bën të mendosh sikur kjo arkitekturë e botës që përmendi pak më herët von der Leyen mos vallë po ndërtohet nga diktatorët, mos vallë kemi një përmbysje sistemesh. Nuk e di a mund ta quhet dot zotin Trump diktator për sa kohë që Shtetet e Bashkuara One man show atëherë. Dakor, jo, mund të ta quhenim, por ai mbase në egun e dëshirat e veta mundon të ishte i tillë, por për fat të mirë Shtetet e Bashkuara kanë garanci kushtetuese dhe gjykata të tilla që mund të rrëzojnë poshtë vendime të presidentit, mund të bllokojnë vendime të ndryshme, si thuaç, ekzekutive. Dhe kjo është garancia e vetme që ka Shtetet e Bashkuara. Nuk e di a mund të thuaj njëjtë gjë për Rusin, dyshoj se jo. Për sa kohë që është ai është një one man show, Putin është një lider autoritarist që vendos me grushin e hekurt për fatin e njerëzve të tij, por dhe për vendet fshinje, dhe mendoj se në këtë moment duhet i druajmë më shumë Putinit, duke qenë se ai është ai në kufinë e Evropës dhe është ai që nëse lihet i lirë të veprojë mund të shkaktojë kaos. Dhe edhe pse nuk mendoj që liderët a mund të shkaktojë edhe luftë të tretë botërore nëse ai arrin edhe merr këtë copë të tortës në këtë moment. Unë kam besim që zgjuarësia, sado autoritarist apo diktatorial të jenë liderët, mendoj se ka një farë zgjuarësie në aspektin që s'mundet ta çojnë prap Evropës. Evropa është arena e një lufte gjeopolitike më të madhe midis Federatës Ruse dhe Shtetet e Bashkuara. Dhe u rrënuar në Federatën Ruse, u rrënua Bashkimi Sovjetik, u rrënua Evropa në luftën e dytë botërore dhe të përsëriset një skenar, pra të përsërisësh të njëjtat veprime dhe të presësh rezultate të ndryshme, i bie thjesht i marr. Kështu që përveç se faktit që ne dimë që deterrenti i armëve bërthamore është fakti që të gjithë e dinë që përdorimi i tyre do të sillte shkatrimin e njerëzimit dhe askush nuk mund të jetë aq fodull apo i marr për ja shton një aksident apo një çmenduri, çmendet një lider një ditë caktuar. Historia ka treguar. Po, deri tani kemi shpëtuar, sepse kriza më e rëndë ka qenë e raketave të Kubës, ku Hrushovi i çoi deri përballë Shtetet e Bashkuara, po dhe ajo u zgjidh. Më të rëndë se ajo nuk e kemi parë të rrezikuar botën deri më pak sa dim publikisht. Kështu që ajo është, si thua, që ne mendojmë ende se liderët botëror kanë një fije arsyetimi. Këtë shpresojmë. Kemi mësuar edhe nga mediat e huaja sigurisht disa prej pikave më kryesore të këtij plani, të cilat unë i lexoj edhe për teleshikuesin, por edhe për ty Sokol që s'e ke lexuar pak më herët. Crimea, Donetsku, Lugansku do të njihen de facto si ruse, përfshirë dhe nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Khersoni dhe Zaporizhzhia janë të ngrira për gjatë vijës së demarkacionit. Rusia heq dorë nga territoret të tjera jashtë 5 rajoneve. Ukraina tërheq forcat e saj nga një pjesë e oblastit të Donetskut. Territori do të bëhet një zonë tampon e demilitarizuar. As Ukraina dhe as Federata Ruse nuk do të ndryshojnë marrëveshjet territoriale me forcë. Rusia nuk do të ndërhyjë në përdorimin e djeperit në eksportin e grurit përmes detit të zi. Sa janë të favorshme këto pika për Ukrainën? Të gjitha kundra Ukrainës. Duke se disfat? Është Ukraina i bie të lëshoj nëpërmjet diplomacisë diçka që e ka humbur përkohësisht nëpërmjet luftës, sepse lufta s'ka mbaruar. Kështu që dakord, nëse Ukraina është në atë pikë sa shteti sa ekzistenca e saj do vijë në pikë pyetje, mund të pranonte më të keqen e pashmangshme, por për sa kohë që ka një mbështetje, ka një suport të gjerë ndërkombëtar, ajo mund të përballojë dhe i bie që sigurisht lufta i ka tharë edhe arkat e financat e shtetit rus, nuk është kollaj, sado që ata kanë pesfishuar tregtinë me Kinën, Iranin, Korenë e Veriut dhe Indin, sado që lufta e përditshme është në kostot lëtarshme dhe askujt nuk intereson. Shumë ka folur për toksinën e kostot e Rusisë, por ama kjo nuk reflektohet në të vërtetë në atë çka shfaq në këtë konflikt. Po sepse vendet semi-diktatoriale apo autoritariste jetojnë në kohë lufte, nuk kanë nevojë për shkolla, rrugë apo
për paga. Propaganda i ushqen me armikun e jashtëm dhe sheshojnë të gjitha problemet e brendshme. Ajo që pastaj më shqetëson dhe që dua të jetë vështrimi në rajonin ton, duket sikur këto plane të hartuara nga Trump pastaj mund të merren edhe të aplikohen, pse jo, edhe nga Serbia dhe t'i hapet oreksi për territore nga Kosova. A mundet të aplikojnë, a mund të ngrihen pretendimet? Po këto janë pastaj në bazë pretendimet vinë në bazë të forcës që me të cilën ti ke përballë. Nëse e shoqëron me një aksion ushtarak dhe kap territore siç ka bërë Rusia me luftë, dhe Serbia ka shfaqur synime për të forcuar ushtarakisht apo për edhe pse unë i shoh më shumë si deklarata për të spostuar vëmendjen nga problemet e brendshme politike dhe për të krijuar një armik imagjinar dhe në këtë mënyrë për konsoliduar pushtetin e autoritaristit tjetër që siç është zoti Vučić në rajon. Ndaj pak si pakti për parëpushim në lindjen e mesme midis Palestinës dhe Izraelit është edhe ky në Ukrainë që imponohet dhe më pas kërkohet zbatimi i tij, por edhe në rastin e Hamasit që është një organizatë dhe jo një shtet, nuk pranuat direkt ai plan, sepse Izraeli fillimisht thoshte ne nuk të riqemi derisa të dorëzohen pengjet e fundit, nuk të riqemi nga pozicionet e pushtuara. Por më pas nga plani propozuar kur ulën dhe negociuan në Katar apo Egjipt, në Egjipt nëse nuk gaboj, u pranuan që të tërhiqeshin në një vijë për të tërhequr përfundimisht në vijën e fundit mbasi lëshimit të pengjeve dhe ardhes një forcë sigurie. Edhe patjetër është një histori që vazhdon. Kështu që dhe Ukraina, pra, mbasi është hedhur plani maksimal që shoqëruar që Holc deri tani nuk kishte një plan që duket se është serioz për të sillur përfundimisht paqen ose të pushim të qëndrueshëm. Tani është për të negociuar se kush në këto janë të papranueshme për Ukrainën dhe Evropën, kush janë të papranueshme për Rusinë dhe për të gjetur një rrugë të mesme për këto. Por ama piketat janë vënë, ato janë piketat. Gjithsesi si von der Leyen, si Sanchez nuk më dukën kaq të prirur për negociata sa më duken sikur siç e themi ne shqipi i prend drut shkurt. Si mund ta kundërshtojnë nëse nuk kanë forcën ushtarake? Rusia ka treguar që tërhiqet vetëm përballë një force, nëse përballet, jo një forcë hipotetike. Pra, nëse përballet me një forcë të ngjashme ose edhe më të madhe se ajo. Këtë forcë aktualisht e kanë Shtetet e Bashkuara, sepse për luftë bërthamore ne nuk mund të flasim atë se i përfitojmë dot. Kështu që forcën ushtarake konvencionale sot e kanë Shtetet e Bashkuara. Përjashto nëse Evropa kompaktsohet apo krijon një aleancë re ushtarake dhe vendos në mënyrë të njëanshme, por ne sot nuk e themi dot këtë. Kështu që prandaj them, mbi këto piketa do të negociohet dhe do të vendoset çfarë janë të papranueshme për Ukrainën, çfarë janë të papranueshme për Rusinë dhe do gjetë një rrugë mesme për Ukrainën dhe Bashkimin Evropian. Okej, merret parasysh dhe qasja që Bashkimi Evropian ka, sepse Bashkimi Evropian i trembet fatit të tij çdo ndodh mas Ukrainën. Kush e ka radhën? Lituania, Letonia, vendet balltike që janë pjesë e Bashkimit Evropian dhe Ukrainës i lejohet hyjë në Bashkimin Evropian sipas këtij traktati për paqen, por jo në NATO. Dhe si është kjo çështja e NATO, sepse pastaj përsëri unë do të bëja tiqja paralele dhe të thoshja, po Kosova do hyjë në NATO.